Problemi më serioz I kollës është që njerëzit në përgjithësi nuk e marrin me seriozitet. Në një person që nuk pi duhan, nuk ka një ambient pune me ndotje ambientale, kimike, rrezatime, nuk është normale të ketë kohë. Fëmijët t'i kemi me shumë fokus, shumë kujdes. Kolla kronike është kohë që është me kozgjatën mbi 8 javë. Mendoj një person që punon në një ambient me shumë njerëz tjerë, që mund të kollitet gjatë gjithë ditës. Edhe një kancer pulmonar mund t'japi, edhe një kancer I laringut mund t'japi kohë. Mund të kemi sinkop mbas kollës, domethënë që të bie dhe që ndihet fikti me një kollë shumë të fortë. Një kollë që shoqërohet me një vështirësi në frymëri duhet të na alarmojë. Kështu që antibiotikët unë do t'i rekomandoja të gjithë njerëzit dhe qytetarët që na ndjekin që mos marrin antibiotikë në farmaci. Shpesh na duhet të përdorojmë antibiotikë